Në këtë video do të shpjegoj se pse shumica e investitorëve që janë fillestarë në botën e kriptovalutave dolin me humbje dhe çka është arsyeja. Arsyeja e parë është se shumica që investojnë në një coin investojnë pa një plan, pa një strategji. Çka do të thonë kjo? Do të thonë e bën blerjen e coinsit dhe nuk ka një plan, një strategji se kur të dalë dhe kur të bëj shitjen atij coin. Do të shpjegoj me qartë që të keni më qartë, do të shpjegojmë shembull qartin e kena Trump coin. Shumica njerëzve kur kanë hyrë në këtë Trump coin ka qenë një çmim për $3. Ki Trump coini ka shkuar një çmim gati $73, që do të thonë x25. Nëse ju keni investuar $1000 në këtë coin, i keni pasur në një kohë $25,000. Do me thonë $24,000 keni pasur fitim. Por nëse ju s'keni pasur një plan, strategji, kur me bo shitjen, ju sot ndoshta jeni edhe me humbje, për shkak se s'keni pasur strategji kur me dal. Gabimi që e bën shumica investitorëve fillestar, po folim në botën e kriptovalutave, është se investojnë në një coin dhe nuk ka një plan kur të dalë, më thënë kur të bëjnë shitje. Çdo herë do të keni një plan. Nëse ke investuar $1,000, ka shkuar $10,000, i ki $9,000 fitim, merre investimin që e ke bërë dhe mendoju mirë që të morish 30, 40, 50% fitim. Nëse ti beson pinçëm në atë projekt që ke investuar, që do të shkoj x50, x100, okay, leje një pjesë që të shkojë në x50, x100, por merre fitimin dhe mos ja kthe tregut mbrapa. Mundet që të ndodh situacioni që prej $3 të shkojë në $73 dhe të kthehet përsëri në $10. Paramendoni këto njerëz që kanë investuar këtu, të gjithë janë në humbje, për shkak se s'kan pasur një strategji investimi. Gabimet që i bëjnë shumica është se bëjnë vendime emocionale, do të thonë blejnë kur çmimi rritet, si në këtë rast, dhe shesin kur çmimi nis të ketë një korekcion ose të bje. Kur të bëni këtë, normalisht do të ndodhin vetëm disa humbje kohësh dhe humbje parash. Po ashtu shumica e njerëzve ndjekin të tjerë dhe përfundojnë në FOMO ose në fut. Ka të me thonë FOMO, e keni por një tiktoker i cili e ka shpallur një video në TikTok se ki coin do të shkoj x50 dhe çka e duke bërë ti, ke hir e ke parë shembull si në këtë rast Trumpin, ke hir e ke parë ka shkuar 200-300% dhe ti mendon se kjo do të fluturoj edhe 1000% dhe më një herë shkon investon të gjithë para. Asnjëherë nuk duhet të investoni të gjithë paratë që i keni. Do të thonë të bëni investimin me gjithë parat allin me hinë një kripto projekt. Dhe vendimet nuk duhet të merren me nxitim. Unë personalisht i kam do strategjia kur investoj në një coin. Strategjia e mia është se nëse një coin ka shkuar 200-300%, unë nuk investoj, domethënë nuk pi pre e FOMO. Strategjia e dytë është se unë nuk investoj asnjëherë 100% çmimi. Domethënë nëse unë kam vendosur një buxhet për $1,000 që të blej një coin ose një altcoin, unë çdo herë investoj 70%. 30% e lë rezerva. Pse e lë rezerva? Arsyeja është se mund të ndodh që të bje tregu për një x arsye, të nis në luftë ose në sen dhe të bje çmimi pa pasur faj projekti, pa pasur faj njerëzit që kanë kryer projektin, domethënë çmimi bje për shkak se ka rënë ke treg. Dhe kur keni 30% ose $300 në këtë rast, ju keni mundësi që të bleni çat token me çmim shumë më të ulët se kur e keni bler në fillim. Po ashtu, unë nëse besoj në një projekt, shembull, kam investuar $1,000, nëse besoj në një projekt afatgjat, edhe nëse bie 50%, 100%, unë nuk e shes atë projekt, e mbaj halt dhe e mbaj 1 vjet, 2 vjet ose disa muaj dhe masane vendosi a me bëj shitje. Por nëse unë besoj në atë projekt, unë nuk e shes, domethënë nuk e shes në humb. Edhe strategjia që më ka ndihmuar mua që të dal në fitim është dollar cost average, ku jam duke bërë edhe video në kanalin tim, por dollar cost average ja vlen për mendimin tim vetëm në Bitcoin, në altcoins të tjera nuk ja vlen, edhe une fitimet, investimet e mia, në fakt, une shumicën e rasteve nuk dal në humbje, edhe nëse ai coin si shkon, dhe me thonë, bje poshtë ose ndodh në skem në mashtrim, une në shumicën e rasteve nuk jam në humbje, për shkak se nëse une blej për shembull për $1,000 Trump, une po ashtu në njëjtin moment blej edhe për $1,000 Bitcoin. Pse blej Bitcoin? E di që mas 2 vjet, 3 vjet, 4 vjet, nëse e kam bërë gabim, do me thënë kam pruar vendime gabim për të investuar në Trump, që $1,000 e humbas dhe shpallë Trumpi shembull këtë rast, shpallë Trumpi skem ose mashtrim ose ndodh në katastrofë, e di që ai $1,000 që në Bitcoin mas 2 vjet, mas 3 vjet ose mas 5 vjet do të më kthej investimin që kam bërë në Trump. Dhe në këtë rast unë nuk humbasi asnjëherë kur bëj investim. Nëse ju pëlqen kjo videoja, mëni më na përkroj me një like, po ashtu mos harroni të bëni subscribe. Këtu do të më keni dhe miru pafshim dhe video në radhë.